Bismillahirrahmanirrahim. Sa I kushtojmë këtij imani kujdes gjatë jetës tonë, gjatë ditës, nditje. Sa kujdesemi për këtë iman, me shtu pak, me rrit pak, me kujdes pak për te, me pretu pak ma tepër. Njëri me dalë në rrugë, subhanallah, pak këshur në punë, ose kalon në kujdes për pamën e jashtë, ma pëtëm. Nërsa futemi në lloj-lloj dyshime, dilema, epshe, kështu më radhë, dhe nuk kujdesemi për iman as kur futemi, as kur dalim, ma pëtëm. Qysh është, çka I buni vakia, u prekun. Nërsa se lefe e keni pa, pak në qëfë se është zbej për ushmëria namaz me herë, ku është, qka ka ndodhë? Sikur se kemi se ka të rastë njërë të Ibn Gjauz rahimullah, I cili thatë, për çështje të caktuara, e humba ëmbëlsinë e adhurimit, nuk e nisha mo. E qka ka po kanajt? Të zvrapaja që ta kërkoja. Kërkoja këto, kërkoja ati, kërkoja ndoshta këtu, ndoshta ashtu këtu. Për shembull, ka mënuar se ëmbëlsia e adhurimit kthehet nëse ulet në ders. Alim ka qenë, u shku të kulumat në net, ndoshta që tu Allahu më shënon se jam modest po ngaj ders apo. Do të pasu kthy përsëri atë. Po pastaj kam shku, kam net me njerëz të varfër. Ndoshta Allahu xhelalu ata I dënë për shkak këtyne mua Allahu më ndihmon. Su kthy përsëri atë. Pastaj kam shku me net me smut, apo duke vizitu përse nuk u kthy. Shiko, në kërkim të vazhdueshëm të ëmbëlsirës së imanit, nga se imani ka ëmbëlsi, duhet më shiva ja. Andaj ka qenë I gatshëm ta kërkon këtu, derisa shkua tek varrezat, edhe u përplasa për dhëun e varrezave, jo duke lutur dorën, o duke thonë vetë që tu je, që tu kimera, e duke këshillu veten e vet, nefsën e vet, se kimë vdekë kështu marr, thotë filloi ta merr veten imani. Filloi që ta ndijë nga pak ndikimin e asaj që jam duke bërë atë. Në kërkim vazhdueshëm, pse e ka humbur imanin? Pse njëherë me një ligjërat që ka qenë, Ibn Gjauz ka qenë një në ligjëratat e tij apo. Domthon Ibn Gjauz rahimullah veç sa ka numëruar, histori kanë thonë, 200.000 vet janë penduar në dorë të tij. 200.000 njerëz që s'janë fal, që ndoshta kanë bëu haram, kanë bëu gjuna, kanë ardhur para Ibn Gjauz janë betu para Allahu xhallahu ala se s'kanë bëu mëkot, 200.000 vet. Do të thuhet se mbi 100.000 vet e kanë pranuar Islamin në dorë të tij. Ibn Gjauzi. Apo për ta thuhet se ndërset e tij deri në 100 vet kanë përcjell fjalët e tij, s'ka pas mikrofon, apo? Nuk kanë përcjell po thot çka shturë në modë ka qenë. Kanë marrë pjesë në derset e tij pej halifës e deri te prizet më të vegjël të shtetit apo. Nuk ka qenë shumë me ndikim të madh. Nga si ka me dorë fjalë me fuqi të madhe dhe ka qenë shumë I njohur në vajzë, në këshillim. Thot një ditë pas një ligjërate, një nga njerëz autoritativ I ka thonë shumë kalon brez dersit apo. Kisha pas qef me qenë musafiri jam apo. Edhe thot më pëlqeu në kuptim vetë pëlqimit apo u aktivizua virusi I zemrës. Shikoj thot për lavdatën që më dha, thot edhe mas asaj nuk e ndiva më namazin apo. Me herë apo me këta ata që përcjellin në vazhdimsi apo shëndetin e imanit të tyre dhe një kollitje e këtij imani më e re për ta shqetësuese. Nëse dikush mund të goditet me kancer në iman subhanallah, edhe mos ta nisë është duke lëndu ose është duke lëngu dhe duke rënku imani I Allahu na lutem. Prandaj bamirësia më e madhe që mundesh me bësh, kujdesi për imanin tënd apo. Qase Allahu po thotë, "Laysa al-birra", ose për kufizani bamirësinë, "An tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib", kthimi I fytyrës kësaj që nuk kupton aspektin e përjashtëm. Ose më nëse ke kry mision e bamirësinë në vitës tënde, kur ti dukesh në formë caktuar, kur ti bën diçka në formë caktuar, jo. Lakin al-birra man aman. Këto është bamirësia. Investimi I vazhdueshëm është këtu me drejt veten tonë atë. E që prej kësaj pastaj me dal punë për jashtë atë. Kur pe këtu I të burojnë, atë në mala le hubbihi. Që ka rregulluar imanin. Wallahi, buzëqeshur ti jap krejt çka ka se ka gola atë. Me tu kesh bile. Nga koha e tij, nga dija e tij, nga mundi I tij, nga pasuri, këtë çka ka lazëm, dhe çka ka nevojë.